Pini uthull molle me mjaltë të çdo mëngjes, do befasojeni çfarë do t'i ndodhë trupit tuaj. Ne jemi ajo çfarë am, prandaj kujdesi që duhet të tregojmë ndaj ushqimit duhet të jetë akoma më i madh. Disa persona kanë probleme nga më të ndryshmet. Ushqimet në fakt ndikojnë në përmirësimin ose në përkeqësimin e këtyre problemeve. Problemet më të zakonshme që shumica e njerëzve vuajnë janë nga veshkat dhe toksinat. Por cili është sekreti për të eliminuar këto komplikacione? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimi i rregullt i uthullës së mollës në kombinim me mjaltin mund t'i japë gjithashtu edhe një rregullues të pH-it në trup, dhe kjo do të thotë më pak komplikacione, citon Eating Well. Vetë uthulla e mollës ka një ndikim të mirë në rregullimin e pH-it në trupin tuaj, dhe kjo do të thotë më pak komplikacione. Uthulla e mollës ka vlera të larta të potasiumit, niacinës, magnezit, acidit folik, kalciumit, hekurit dhe shumë lloje të tjera të vitaminave. Ndërkohë që mjalti është i pasur me nivele të mira të hekurit, vitamina C, zinku, kalciumi, potasiumi, vitamina B6 dhe shumë vlera të tjera. Kështu që ato mund të kontribuojnë së bashku në përzierjen më të mirë të trupit dhe të kryejnë më mirë funksionet e tij të shëndetshme. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete për të marrë përfitimet e saj janë: një lugë gjedhe me mjaltë të freskët, një lugë gjedhe uthull molle dhe një filxhan me ujë të filtruar. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Në një gotë me ujë, miksoni një lugë çaji me uthull molle dhe një lugë mjaltë të freskët. I lini përbërjen të qëndrojë kështu për 20 minuta dhe më pas mund ta konsumoni pijen çdo mëngjes, por nëse keni stomak të ndjeshëm, është më mirë të flisni me ekspertin përpara se ta përdorni atë. Uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë shtëpiak, që mund t'japë përfitime të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndërshekuj me radhë, ajo është përdorur si në gatim ashtu edhe në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë se mund të lehtësojë një gamë të gjerë të ankesave shëndetësore. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë këtu ato antimikrobike dhe antioksiduese, duke lehtësuar shqetësimet. Për më tepër, prova tregojnë se mund të ofrojë gjithashtu përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Të tilla siç mund të jenë humbja e kilogramëve të tepërt, ulja e kolesterolit, ulja e niveleve të sheqerit dhe përmirësimi i shëndetit tuaj të stomakut. Sidoqoftë, ekspertët tregojnë se duhet të jeni më të kujdesshëm me sasinë e uthullës së mollës që pini në vazhdimsi të dietave tuaja, ku nuk këshillojnë të konsumoni më shumë se një lugë çaji në ditë. Uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme, që mund të luajë një rol të mirë për mbrojtjen e organizmit dhe të lehtësojnë kështu edhe komplikacionet e tij. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga mollët. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës shumë i rëndësishëm, kryesisht aktiv, që mund të jetë përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Substanca kryesore në uthullën e mollës, acidi acetik, mund të vrasë bakteriet të dëmshme ose të parandalojë gjithashtu edhe shumimin e tyre. Ndaj, përfitimet të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një ndihmë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët tregojnë se acidi acetik që gjendet te uthulla e mollës mund të vrasë bakteriet dëmtuese ose të parandalojë kështu edhe shumimin e tyre. Uthulla e mollës njihet si një dizinfektuese shumë e mirë dhe mund të japë gjithashtu përfitime të rëndësishme për organizmin. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e recetave tuaja mund të ndihmojë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt, duke ju ndihmuar të arrini peshën tuaj ideale. Studimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të nxjisë ndjenjen e ngopjes, dhe kjo gjë do ju bëjë të konsumoni më pak kalori, duke ju favorizuar kështu një mbrojtje më të mirë kundër kilogramëve të tepërt dhe një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në përgjithësi.
Ekspertët e këshillojnë përdorimin e uthullës së mollës si një ndihmë fitimprurse për shëndetin dhe lehtësuese kundër komplikacioneve. Uthulla e mollës është një produkt shumë i mirë që mund t'i japë përfitime të rëndësishme edhe për shëndetin e lëkurës. Kjo falë veprimeve të saj antimikrobike, çka do të sjellë një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi, duke përmirësuar kështu edhe barrierat e lëkurës, duke parandaluar infeksione dhe probleme të ndryshme që i kanosen asaj. Uthulla e mollës, e njohur ndryshe si ACV me përfitimet e saj të gjëra të shumta, mund të aplikohet në forma të ndryshme për të marrë përfitimet, por ekspertët tregojnë se është mirë të konsumohet si duhet dhe asesi më shumë se një lugë çaji ose një lugë gjedhe të tretur në ujë çdo ditë. Por nëse merrni medikamente të caktuara gjithmonë përpara përdorimit, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet ose gabimet që mund të merrni prej saj. Sipas studimeve, uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të luftuar mikrobet. Ajo mund të promovojë humbjen e peshës dhe efektet pozitive të saj mund të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të merrni nëse përdorni uthullën e mollës në përditshmërinë e recetave tuaja. Uthulla e mollës është e pasur me element të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik që i jep asaj një formë më të fuqishme. Studimi nxjerr në pa përfitimet që ky acid është përgjegjës për të dhënë gjithashtu edhe më shumë përfitime për shëndetin tuaj. Ekspertët citojnë se shtimi i uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për organizmin. Ajo mund të largojë edhe bakteriet e dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu në largimin e bakterieve dhe patogjenëve të dëmshëm. Ajo vepron si një ruajtës ushqimor dhe disa studime kanë treguar se ajo ndalon gjithashtu edhe disa nga bakteriet të cilat janë Escherichia coli. Ekspertët tregojnë se shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një nga ndihmat më të mira ushqyese edhe për menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Problemet e lëkurës janë gjithmonë edhe më të dukshme, sidomos siç janë ekzema dhe lëkurat e thata. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë ajo mund të jetë pak acide për njerëzit që kanë edhe ekzema. Aplikimi i holluar i uthullës së mollës në recetat tuaja ditore të lëkurës mund të japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e saj. Ekspertët shtojnë se uthulla e mollës do ju ndihmojë që të arrini rezultate të shumëpritura për një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe të lehtësoni edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Shtimi i uthullës së mollës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për një nxitje më të mirë të imunitetit. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për të marrë të gjitha vlerat e saj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e uthullës së mollës në formën e saj të papërpunuar dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Uthullën e mollës mund ta përdorni sipas nevojës në të gjitha rastet, ndaj edhe ndikimi që ka ajo në organizëm do të bëjë ndryshime parësore edhe për shëndetin. Përdorimi i uthullës së mollës do të largojë gjithashtu shqetësimet që i kanosen shëndetit tuaj të stomakut. Uthulla e mollës është e pasur me fibër që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë gjithashtu edhe si një lehtësuese laksative për të zgjidhur çështjet e konstipacionit. Përdoreni atë në përditshmërinë e recetave tuaja nën kujdesin e duhur dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve. Uthulla e mollës është e mirë kundër infeksioneve. Njerëzit që del shpesh edhe jashtë kontrollit imunitetit tyre mund të përdorin uthullën e mollës të tretur në ujë si një ndihmës mjaft të mirë lehtësues kundër këtyre komplikacioneve. Përdorimi i saj me kujdes mund të jetë një përzgjedhje e mirë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.